3 vitet dhe vitin e kaluar të kësaj partie, kjo pas ka qenë partia me elektoratin më të fortë në botë. Asnjë parti tjetër nuk do e përballonte apo nuk. Shiko, ne tirancët kemi një shprehje mace me 7 shpirtra. Do më thënë, aty duket sikur është e fjetur, po një moment ta prekësh ngrihet në këmbë. Kjo parti nuk do parti tjetër këtë nuk e përballon. Absolutisht. E ka treguar dhe të gjitha zhvendet komuniste, parti që kanë themeluar pluralizmin nuk ekzistojnë sot. Kanë mbaruar, kanë dalë. Pa këtë përplasje. Po. Imagjinojmë me këtë përplasje. Megjithatë, dua të ngul prap këmbë. Dikur ka pas një grup shumë të madh njerëzish, biles në ata që konsiderohen paria politike, grupi kundër Zotit Berisha ka qenë shumë i madh se grupi afër Zotit Berisha. Dhe më thënë, në qofë se po themon Sali Berisha ju mundi, nuk ju mundë njerëzit që ishin afër ti. Për qenë korrekt, shumicën e asaj që konsideroi pari politike dhe që sot janë në Partinë Demokratike të bashkuar që drejtojnë, ishin në krahun tjetër. Këtë ishte pakica. Me këtë parti që është sot, në këtë formë që është kjo parti, a mendon se mund ta mbante dot në këtë moment dikush tjetër të bashkuar përveç Sali Berishës? Në asnjë mënyrë. Mund të kishte një moment që unë mendoja vite përpara që ndoshta Zoti Berisha nuk e bënte dot këtë. Ndërkohë që sot mendoj që po mos ishte Zoti Berisha do binte për tokë, copash. Është ai që e mban të bashkuar. Me thënë të drejtën, edhe më shumë nga ne, ai ka qenë më larg pamës, edhe më sy hapët, më sy çelët, edhe më i drejt për drejt. Nuk më ka hyrë në hak në asnjë moment, në momentin që unë jam pjesë e Partisë Demokratike dhe shumë kolegëve ka qenë i drejt për drejt, çka ka pasur e ka thënë përballë, kështu që unë besoj që në momentin që ne jemi, po edhe mbas kësaj që ka kaluar Partia Demokratike, është ai që e mban bashkë sot. Megjithatë, më thënë të drejtën kjo traumë, kjo përplasje, gati luftë civile që kaloi Partia Demokratike, këto janë situata që politikisht të rrisin shumë. Dhe kush ka qenë pjesë e kësaj përplasje, politikisht është shumë më i pjekur dhe shumë më ndryshe se sa ishte para vitit 2021. Të thash që jam një njeri komplet tjetër, duke kisha menduar që do kalonte këtë parti apo dhe unë personalisht, na ka forcuar gjithëve, na ka pjekur mendimin, sigurisht që na ka bërë të kuptojmë shumë situata, edhe mua personalisht më ka bërë dhe më të fortë. Më ka bërë më të fortë për të kuptuar vlerën e partisë, për të kuptuar pozicionin, për të kuptuar situatat. Unë nuk e kisha menduar kurrë, për shembull, që në një përballje në parlament, unë do t'i kisha thënë kolegëve të mi, do t'i flisja kolegëve të mi dhe kjo ka ndodhur në çdo vit. I thosha çdo ditë, i thosha të lutem jo me ne, me kundërshtarin. Nuk e kisha menduar kurrë që do ta kisha bërë këtë përballje me kolegët e mi në parlament. Asnjëherë. Sot ne e bëjmë këtë. Sot kemi liri, na ka ikur pak edhe ky kompleksi për të folur se kemi, domethënë, të them të drejtën, nuk është se ka prodhuar një debat të madh gjithmonë partia. Na ka ikur te ky kompleksi për të thënë problemet. Ulemi në një mbledhje dhe flitet dhe thuaj problemet. Është çliruar gjithë secili dhe nga kjo ngarkesa e mos foljes, e mos diskutimit. Unë besoj që e ka përmirësuar se cilin prej nesh e ka forcuar, po njëkohësisht edhe debatin. Jo, nëse ka parti në historinë ballkanike, pas viteve 1930, në 90, që janë thënë të gjitha, dhe në fund i ka bërë bashkë antarësia, është kjo. Do me thënë, i gjithë komplekset që ka pasur secili në këtë proces, edhe për të folur, edhe për të thënë i kundërshti ose për të thënë diçka, nuk besoj që ekzistojnë sot më. Janë hequr dhe ky proces e realizoi. Kam parasysh një foto me 11 dhjetor të vitit 2021, duan apo s'duan, në fakt kuvendi i jashtëzakonshëm që bëri me antarësinë Sali Berisha është një moment historik që pak rrallë ndodh. Një fotografi në darkë kur janë të gjithë, vetëm Zoti Basha që shef drejt sikur s'kishte ndodhur asgjë gjë, këtë kam parë me vëmendje 3 personazhe në atë kohë. Jo Zotin Bardhi dhe zonin Duma, që ishin në fytyrë të hequra dhe nuk e kishin shikimin drejt. Ajo ka bërë ndonjëherë përshtypje. Ju e tregojit me foton që ju bën përshtypje se duan apo s'duan ata ishin minimalisht 5000 demokratë dhe 10000 tjerë që kishin ardhur. Ajo ka bërë ndonjëherë përshtypje se si ka mundësi që ky njeri për Zotin Basha nuk kishte asnjë emocion edhe pas asaj çfarë kishte ndodhur para dite. Sepse ishin antarë të partisë tij. Shiko, unë duaj që ti kursej vetes që të bëj gabimet që kam bërë në të shkuarën dhe për mua
diskutimi për Zotin Basha është diskutimi i zauruar. Kur e kam thënë unë që Zoti Basha është e shkuara, këtu e 2 vite, gjysmë 3 vite më parë, në fakt më hodhën gjithë në fyt pse e the. Të them pak një përjetim personal nga ajo ditë. Kishte shumë demokrat që ishin atje që unë komunikoja. Edhe atë ditë edhe mbas edhe 8 janar dhe mbas 8 janarit, sepse unë jam një njeri që kam lidhje me bazën e demokratëve, me strukturat e partisë. Dhe më thoshin që kishim kohë që nuk ndjenim një energji të tillë. Një energji që prit se jemi këtu, se jemi gjallë, dhe situata ime atë ditë edhe me këtë kishte lidhje. Kishte lidhje me një pjesë të madhe të partisë që ishte atje, që ajo që po ndodhte dukej sigurisht një ndarje që dukej përfundimtare. Dhe unë, nëse kam pasur shumë gjëra gabim, pak gjëra gabim në këtë periudhë, po një gjë e kam pasur të saktë, që Partia Demokratike nuk ka asnjë alternativë përveç bashkimit. Dhe këtë e kam thënë çdo ditë. Dhe jemi aty ku kishim thënë, apo jo? Ku duhet ishim? Ku duhet ishim para se të fillonte debati, çarja. Në fakt kjo parti pa e kuptuar, po